Rreth renditjes kandidatëve në listën e Lidhjes Demokratike Kosovës është duke u bërë zhurmë, ose gjithmonë opinioni drejtohet nga Lidhja Demokratike Kosovës, me shkas edhe në radhitjen qoftë edhe në radhitjen e numrave, dhe jo vetëm tash, por gjithmonë gati. Mbaj mend edhe pse unë jam pra me shumë dekada në LDK, edhe në kohën e presidentit Rugova kemi pas gjithmonë persona të cilët kanë pretenduar dhe kanë dashur të radhiten. Këtë tregon pasaj për rëndësinë e renditjes në listë apo jo? Po, nuk është për ta mohuar këtë, por pasi ka ndodhë me ligjin e përzgjedhjet listat janë hapur, është pak më ndryshe. Do më thonë, tani, sado që unë s'mund të thëmë që me kënaqur me numrin 24 apo 44, megjithatë ne jemi para popullit, ata do të na vendosin numrat tonë, puna jonë, kontributi jonë, ai do të vendosë radhitjen në numrin e secilit, por unë konsideroj se tani më në këtë proces zgjedhor të jashtëzakonshëm, të panevojshëm, të mundimshëm për të gjithë, unë mendoj se të gjithë duhet të drejtohemi tek numri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, që po presim tash këto ditë të hudhet shorti për partitë politike, dhe të gjithë kandidatët, zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të gjithë elektorati i LDK-s, e të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës i ftoj që vërtet të orientohen rreth numrit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e pastaj në 110. Çka përfaqëson aktualisht lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës? Është befasi për ju dhjetësha pare kandidatëve, prite që të futeshin ka shumë kandidatë të listës së zonjës Vjosa Osmani, apo çka përfaqëson kjo listë? Shikoni, lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës gjithmonë ka qenë me kuadro të dalluar, me profesionalistë, me njerëz që kanë pas të kapital të vetin, pra me përmëtarin e tyre në Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe kësaj radhe të njëjtë janë. E thamë, s'po du me marrë shumë kohë rreth kësaj, po se cili ka disa pakvetësi me zonës përfshirjen e zonës Bajrami, zonës Hotit. Kandidat në atë listë, unë jam e sigurt që e shohin veten që kanë është dashur të jetë në një numër tjetër. Prandaj nuk duhet bëhet zhurmë rreth kësaj çështje, duhet të punojmë kësaj radhe seriozisht, sepse Kosova ka shumë nevojë për ndryshime, edhe natyrisht ka nevojë për një qeverisje tjetër, jo çfarë e kemi, po pretendon me dalë subjekti i parë politik, nuk po pretendon që do t'i merr 51%, por të dalë i pari, qoftë me 1% diferencë me cilin do subjekt politik, do t'jetë e gatshme të bëj zgjidhje këtij vendi. Dhe pastaj natyrisht për të bërë zgjidhje nuk mundesh mi pas gjitha, edhe nuk duhet mi pas gjitha. Edhe prandaj ne me të drejtë, edhe por zonja Osmani me dëshmin tonë që ajo mënyrën si që ka bërë, sidomos politiken e jashtme, na ka thonë me dëshmu se i vynë Kosovës, sidomos në këto momentume që rendi botror po lëviz, po ndryshon, ajo tashme i ka urat e lidhura, rrugët e hapura, dyert e hapura, dhe i vynë Kosovës. Nuk po e diskutojmë për Lidhjen Demokratike Kosovës. Prandaj, ne po përgatitemi, ose po e ofrojmë popullit e Kosovës, një presidente cila na ka dëshmu se tashmë është e zonja për të shtyr proceset shumë të mëdha, shumë të rëndësishme, shumë të vështira për Kosovën, dhe njëkohësisht po e ofrojmë një kandidat për kryeministër për të bërë ndryshimet shumë të mëdha, shumë të rëndësore në radhë të parë në ekonominë e vendit, që pastaj ekonomia është një domin që i përfshin me arsim, me shëndetësi, me të gjitha me radhë. Kjo është pra ajo... Megjithatë, ju e dini që nevojitet një marrëveshje politike për çështjen e presidentit. Në cilin verzion, në cilin marrëveshje politike LDK pas zgjedhjeve e zgjidh çështjen e presidentit. Ne nuk guxojmë t'i them ato parimet me të cilat kemi ecë me njëherë pas lufte. Dhe pikërisht edhe vetë formulimi i kushtetutës ta imponon bashkëpunimin me subjektet politike dhe edhe me minoritetet që i kemi në... A keni aktualisht vijat kuqe me vendosje në këtë rast, por edhe me PDK-n? Nuk kemi as vijat kuqe, as vijat hapura në këtë kohë. Në këtë kohë ne jemi ka punojmë ekskluzivisht vetëm për LDK-n.